Adriana Kalaja ka reaguar këtë të enjte lidhur me garën për zgjedhjen e emrit të ri që do të mbajë detyrën e avokatit të popullit, pjesës e cilës është edhe vet. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Kalaja rendit disa elemente të rëndësishëm lidhur me debatet e shumta të kësaj gare, teksa fton majorancën që ta votojë, sepse sipas saj, në një të ardhme PS do të jetë në opozit dhe do t'i duhet një votim pro. Së pari, dua të shpreh gjithë mirënjohjen time të thellë për mbështetjen e pakufishme dhe pa kushte që më keni dhënë këto ditë. Në gjithë këtë debat publik, ju luftuat si për veten tuaj, se kjo padrejtësi u perceptua si kundër secilit prej jush. Sido që të shkoj votimi, unë e fitova betejën morale se populli me referendum më zgjodhi avokaten e tij, referendum të cilin do e propozoj si ligj më vete nëse zgjidhem avokati popullit. Zotohem se ashtu siç kam qenë avokatja juaj pa mandat, do vijoj të jem edhe nëse zgjidhem nga kuvendi, duke e parë padrejtësinë si shkelje të drejtave dhe lirive themelore të njerëzit, garantuar nga kushtetuta, pavarësisht nga cili kryhet. Do dërgoj në gjykatën kushtetuese çdo ligj që bie ndesh me interesat tuaja apo të drejtat dhe liritë themelore të njerëzit, garantuar me kushtetut. Së fundi, ftoi majorancën të më votojë se pushteti nuk është i përjetshëm dhe se nesër në opozit do ta dëshironit një avokate populli si unë, shkruan ndër të tjera Kalaja.